Një prej mjeteve kryesore që Serbia e përdor, që ka përdorur për gjatë historisë, mirë po që është intensifikuar shumë këto vitet e fundit, është propaganda, është një propagandë shumë e rrezikshme, se tani edhe me zhvillimet e reja teknologjike mund të prodhojnë gjithçka. Është një formë e luftës vazhdueshme me mjete jo tradicionale. Pra për te sulmeve që i ka bërë me grupe paramilitare terroriste, si që e dini në Bajnsk, në të njëjtën kohë shfrytëzon edhe shumë propagandë për të krijuar frikë, për të krijuar provokime, për të krijuar tensione dhe për të tentuar që të rikthehet dhuna në shtetin ton dhe në rajonin ton. Ne natyrisht nuk bijem prej provokimeve të tilla, i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që të konfirmojnë e rikonfirmojnë lajmet që dalin, sidomos kur e kanë burimin në Serbi, sepse ato kanë qëllime të këqija gjithnjë, siç e pam edhe me rastin ku ata gënyen se kinse ka pasur gjuajtje nga Kosova drejt Serbisë, por kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Ju e keni parë edhe deklaratën zyrtare të policisë së Kosovës që sot e demanton një gjë të tillë.